Kampionati në ligën e dytë të futbollit vendor vazhdon të shtunën me ndeshjet e javës së 20, ku në program janë disa ndeshje mjaft interesante, si për ekipet që luftojnë kreun e tabelës, ashtu edhe për ato ekipe që luftojnë mbijetesën. Skuadra e Bashkimit të Kumanovës, pas 2 fitoreve të njëpasnjëshme, nesër përballet me ekipin e Ohrit, një skuadër e paparashikueshme. Megjithatë, skuadra e Bashkimit, që aktualisht pozicionohet e dyta në rënditjen tabelore, pos fitore së sigurt, çdo rezultat tjetër do të ishte befasi. Arsimi Qegrani është mysafire e Novacit, ku do të mundohet që angazhimin maksimal ta nxjerrë si rezultat që i konvenon për të mbajtur shpresat se deri në fund të kampionatit të siguron së paku pozitën e tretë që çon në balotazh për kualifikim në ligën e parë. Ndeshje interesante pritet të zhvillohet edhe në Osogov dhe Bregallnic, si dhe dueli mes Kamenica Sasa dhe Makedonia Gjorgje Petrov. Në ndeshje tjera takohen Skopje Detonit Plaçkovica, Pobeda Bellasica, Vardari Kozhufi dhe Vardarski Boreci. Të gjitha ndeshjet luhen nesër me fillim në ora 14.